Masat dhe aktivitetet e institucioneve kompetente, megjithse kontribuojnë në përmirësimin e kushteve për menaxhimin e sigurisë në trafikun rrugor, nuk janë efektive në uljen e viktimave në aksidentet rrugore në nivelin e duhur kombëtar dhe atë europian. Raporti i entit shtetëror për revizion tregon se për 3 vite kanë ndodhur mbi 31.000 aksidente trafiku, ndërsa 457 persona kanë humbur jetën. Të dhënat e Ministrisë së Brendshme tregojnë gjendje shqetësuese në lidhje me numrin e aksidenteve rrugore që kanë ndodhur në rrugët e vendit. Përkatësisht, në periudhën 2020-2023 kanë ndodhur gjithsej 31.176 aksidente rrugore, nga të cilat 15.724 kanë pasur pasojë të rënda dhe 457 persona kanë vdekur. Sipas analizës, aksidentet rrugore me pasoja kanë ndodhur gjatë ditës 59%, në kushte të mira moti, mot me 45%, në rrugë në zona të populluara 63% dhe në sipërfaqe të thata rrugore 79%, gjë që tregon se kushtet e rrugëve nuk janë shkaku kryesor i aksidenteve rrugore. Numri më i madh ndodhi në territorin e SPB Shkup 41%, SPB Tetov 14%, SPB Manastir dhe Ohër 9%, Shtip 8%, Kumanov 7%, Velez dhe Strumic 6%. Ndërkaq, shkeljet më të zakonshme të rregullave të trafikut të përcaktuara nga kontrollet e kryera në periudhën 2019-2023 lidhen me shpejtësinë mbi normat e lejuara, kalimin e semaforit të kuq, te kalimet e papërshtatshme dhe mosdhënien e përparësisë. Gjatë kontrolleve të kryera, numri më i madh i shoferëve u skualifikuan për drejtim mjeti pa patën shofer edhe për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit. Regjistri i automjeteve, sipas raportit të revizionit, ende nuk është krijuar, sepse nuk është hartuar akti nënligjor i nevojshëm. Në raport thuhet se në vitin 2020, sekretari i përgjithshëm i qeverisë bleu software dhe pajisje në një shumë totale prej 7.3 milion denar për qëllime që lidhen me sigurinë në trafik, të cilat nuk përdoren nga asnjë institucion.